Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirë se vini në këtë edicion informativ ku ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Një zjarr masiv shkëmboi një pallat të tërë përballë spitalit Nën Tereza, banorët mbesin jashtë, 11 persona u dërguan në spital. Pamje dramatike kur flakë dogjën 12 katët e pallatit dhe mes tyre zjarrfikësit që shpëtonin banorët e mbetur brenda, ndërhyrje edhe nga ajri. Kryeministri Rama deklaroi gjatë fjalës së tij në samitin e diasporës se Shqipëria sot është vendi i diellit, jo më i pandishkueshmërisë. Rritet çmimi i naftës, transporti publik paralajmëron se që nesër do reduktojë shërbimin. Hungari, kryeministri i ri Majer premton se do të ndëshkojë të korruptuarit dhe do të kufizojë mandatet e kryeministrit. Në një intervistë për Corriere della Sera, presidenti Shëbaz Trump sulmoi kryeministren e Italisë Meloni, që sipas tij ajo nuk do jepte ndihmë në luftën kundër Iranit. Trump sulmoi sërish Papën, nuk ja ka iden se çfarë ndodh me Iranin. Sulm me armë në një shkollë në Turqi, 16 të plagosur, autori një nxënës vetvritet. Do të njihemi tani më gjërësisht, një pallat 12 katësh u shkrumbua tërësisht pasi u përfshi nga një zjarr masiv gjatë orëve të pasdites së martës në zonën e njohur si Farmacia 10. Zjarri rrezikoi seriozisht jetën e banorëve, ku disa prej tyre mbetën të bllokuar dhe u desh ndërhyrja e zjarrfikësve për të nxjerrë nga katët e sipërme. 11 persona, mes tyre qytetare zjarrfikës, u dërguan në spital për shkak të asfiksimit. Ende nuk dihet shkaku i zjarrit, ndërsa dyshohet se flakët nisën. Në katin e parë ku operojnë edhe bizneset. Jeta e shumë banorëve u vu në rrezik dhe 10 banesa u dogjën nga një zjarr i përmasave të mëdha që përfshiu një kompleks pallatesh pranë QSU-t. Flakët nisën në katin e parë të kompleksit dhe më pas kanë përfshirë gjithë fasadën, e cila është djegur me shpejtësi. Ka dy variante për shkakun e zjarrit. Sipas njërit version, dyshohet se shkëndija elektrike në Bodrum është shkaku i së gjithës, por drejtori i zjarrfikëses së Tiranës, Shkëlqim Goxhaj, ka deklaruar se zjarri ka nisur në katin e parë të godinës, ku ndodhi një biznes. Prej aty, flakët u përhapën me shpejtësi drejt 12 kateve të sipërme, duke përfshirë fasadën dhe apartamentet. Era e fortë dhe materiali prej polisteroli me të cilin ishte izoluar fasada e dramatizoi situatën. Nga volumi i zjarrit që shohim, mendoj që zjarri është në katin e parë të objektit, ku ka qenë një biznes, dhe mbas vënies në kontroll të situatës, inspektorët e parandalimit të shërbimit zjarrfikës në bashkëpunim me oficerat e policisë gjyqësore do bëjnë ekspertizën e nevojshme për të përcaktuar saktësisht vatrën e zjarrit. Ne u përqendruam në të dy skajet e vatrës zjarrit. Dy ekipet e News 24 ishin të parët në vendin e ngjarjes dhe sollën pamjet live minut pas minute. Dy operacione shpëtimi u transmetuan nga momenti kur zjarrfikësit u futën në banesa, zbritja në përshkallë deri tek transportimi i qytetarëve në spital. Ndërhyrja për shuarjen e flakëve ka vijuar për disa orë me radhë, por sipas autoriteteve zjarri po mbahet nën kontroll, pasi ende nuk është shuar plotësisht. 10 mjete zjarrfikëse dhe personeli ishin në terren. Forcat e armatosura u angazhuan me 4 mjete zjarrfikëse, 26 efektiv dhe një helikopter Cougar. Ngjarja ka shkaktuar panik te banorët, të cilët kanë investuar për vite me radhë për të siguruar një shtëpi, ndërsa tani përballen me dëme të mëdha materiale dhe rrezikun e humbjes së banesave të tyre. Drejtori i policisë së shtetit, Skënder Hita, deklaroi se nuk është bërë bilanci përfundimtar. Tani akoma s'kemi bërë bilancin përfundimtar. Janë angazhuar të gjithë forcat dhe strukturat e policisë shtetit që momentin e parë me marrjen njoftim të ngjarjes
kanë ardhur, kemi njoftuar zjarfiksen, kemi bërë menaxhimin dhe koordinimin e të gjithë veprimeve me të gjithë institucionet e tjera. Drejtori i urgjencës kombëtare Skënder Brataj tha se e ka shkuar në 11 numri të lënduarve. Brataj veçoi një paciente e cila ka pësuar djegje në 15%, por fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Kanë shkuar 5 gjithsej tek diagnostike, nga të cilët 1 shtror dhe 4 janë mjekor, janë kthyer në banesë. Keni një shifër sa janë punës të zjarfikses dhe sa janë qytetarë? Jo, në këtë moment nuk e kemi si numër, në total janë 11 pacientë. Prefekti i Tiranës Shkëlqim Hajdari tha se ka urdhëruar bashkinë dhe emergjencat civile për të ardhur në ndihmë banorëve. Apo ne të përfundojmë operacionin, domethënë të vëmë gjithçka në kontroll. Është njoftuar dhe është gati për të filluar veprimet e para hetimore, grupi hetimor, në drejtimin e prokurisë, Stradhi Gjyqësor Tiranë, me ekspert më të mirë, ekspert kriminalist, ekspert zjarfikseve, ekspert të mjekësisë ligjore, e kështu me radhë. Ndalemi mëtej në samitin e diasporës në Tiranë, kryeministri Edi Rama theksoi transformimin e Shqipërisë gjatë 13 viteve të fundit. Ai e përshkroi vendin si një histori suksesi në ekonomi, turizëm dhe procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Rama ftoi diasporën të investojnë natë dhe duke mbyllur fjalimin me thirrje për bashkim të shqiptarëve kudo që ata ndodhen. Në vend të himnit kombëtar ishte kënga që do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision, e cila çeli ditën e dytë të samitit të diasporës në Tiranë. Për kryeministrin Edi Rama, ky samit nuk është një mbledhje ceremoniale, por një deklaratë qëllimesh të larta dhe të përbashkëta. Ajo që dikur dukej si endek, sot është bërë urë. Sot diaspora shqiptare nuk është më një histori ikje. Ajo është një histori e shumëfishimit forcave të kombit shqiptar dhe e vlerës së shtuar të Shqipërisë. Fjalimi prej rreth 30 minutash i kreut të qeverisë, më së shumti ishte krahasimor. Rama bëri dallimet mes Shqipërisë 13 viteve më parë dhe asaj që është sot. E nisi duke thënë se shqiptarët ishin sinonim të së keqes në sytë të tjerëve, ndërsa sot Shqipëria është bërë sinonim i diellit, i natyrës dhe i njerëzve mikpritës. Ekonomia është rritur ndjeshëm, të ardhurat për frym janë pothuajse katërfishuar, e po ashtu edhe investimet e huaja, tha Rama. Bashkimi Evropian nuk është një pikë e paarritshme në horizont, por realiteti prekshëm për Shqipërinë sipas kryeministrit. Atëherë Shqipërisë i mbyllej rregullisht dera e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Sot ne i kemi çelur të gjithë kapitujt e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian. Sot e ardhmja e Durpane është një tryezë ku jemi të ulur çdo ditë bashkërisht, ballë për ballë, ne dhe Komisioni Evropian, me ambicien e përbashkët për të mbyllur negociatat deri në fund të vitit 2027. Sipas Ramës, pandëshkueshmëria ishte kthyer në normalitet, ndërkohë që sot drejtësia është e pavarur. Atëherë, kur ne u mblodhëm për herë të parë, Shqipëria ishte e damkosur nga Bashkimi Evropian si adheu i pa ndëshkueshmërisë, ku ligji vepronte vetëm ndaj të dobësve dhe ku çdo i fortë sfidonte ligjin. Sot, pandëshkueshmëria është një mit i të kaluarës në Shqipëri. Dhe sot, Shqipëria është vendi ku askush nuk është mbi ligjin dhe drejtësia është e pavarur. Duke folur për ndryshimin e madh në turizëm, shefi i ekzekutivit nuk nguroi as pak të ironizonte paraardhësinë e tij Sali Berisha. E nisëm rrugtimin ton me 2 milionë ca turist, ku edhe paraardhësi im në zyrë e numëronte veten si turist sa herë kthehej nga udhëtimet e punës jashtë shtetit. Sot Shqipëria ka 12 milion turist. Të gjithë shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive zyrtar të vendit, kryeministri u bëri ftesë të investojnë natë dhe. Rrofsh Shqipëria, rrofsh Kosova, rrofshin shqiptarët kudo ku janë.
Teksa në Tiranë zhvillohet samiti diasporës, Sali Berisha akuzon Edi Ramën si njeriun që i ka bërë më shumë keq Shqipërisë dhe ka vjedhur së bashku me Belinda Ballukun paratë shqiptarëve. Ai shton se kryeministri nuk ka marrë asnjë mas për uljen e çmimit të naftës, madje ka gënjur edhe fermerët për subvencionimin e naftës. Ndërsa në Tiranë zhvillohet samiti i diasporës, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon kryeministrin Edi Rama si rrezikun më të madh të Shqipërisë dhe një njeri që ka vjedhur paratë e shqiptarëve. Sot, në takimin me shqiptarët e diasporës, mori fjalën Edi Rama, armiku më i egër i kombit shqiptar pas Enver Hoxhës. Ai është armik i egër i interesit kombëtar, i vokacionit perëndimor dhe vetë ekzistencës së shqiptarëve si kombë. Njëkohësisht, është dhe hajduti më i madh i të gjitha kohërave i fondeve dhe pasurive publike të këtij vendi. Kryedemokrati deklaroi se sa kohë Belinda Balluku të mbrohet nga Rama, Shqipëria nuk do të ketë vijimsi të integrimit në BE. Është bërë famëzi, kudo që shkon me lubi Ballukun, është rikthehet përsëri tek shqiptarët. Legjenda, keni parë, s'keni parë një i vdekur me të gjallë. Ata shkojnë si një binom hajdutësh të cilët i garantoj se shpejt do të marrin vendin e merituar nga qytetarët shqiptarë. Berisha akuzon Ramën se po përfiton nga rritja e çmimit të naftës, duke shtuar më shumë para në buxhetin e shtetit, teksa shqiptarët janë në vështirësi. E gjithë Europa, e gjithë bota perëndimore, Australia, janë angazhuar në lehtësime të menjëhershme të barrës fiskale mbi naftën. Në një kohë kur Edi Rama po nxjerr fitime prallore për shkak të rritjes së TVSH-s dhe nuk ul asgjë, ndërsa nafta thot të kalojë 224 lekë për litër. Dëm të madh, sipas Berishës, Rama po u shkakton edhe fermerëve, të cilët nuk ju subvencionohet nafta, me argumentin se asnjë vend i Europës nuk e bën këtë. Me lejoni të informoj fermerët e vendit se Gjermania në një akt para 3 ditësh vendosi të dyfishoj subvencionin e naftës për fermerët. Po kështu, Suedia uli TVSH-n e ushqimeve në 6% nga 12 që e kishte. Në kohën kur po zhvillohej samiti 4 të diasporës, aktivistë të Lëvizjes Bashk protestuan para pallatit të kongreseve, por pasi hapën një banderol në të cilën shkruhej o me Belinda Ballukun, o me Bashkimin Evropian, aktivistët u përballën me forcat e rendit dhe 5 prej tyre u shoqëruan në komisariat. Nuk mund të kërkosh votën e emigrantëve, kur politikat e tuaj kanë detyruar të largohen çdo vit që kjo qeveri qëndron në pushtet. Shqipëria u mbet 10 mijëra qytetar. Ata ikin jo për aventurë, por për mbijetesë, thuhet në reagimin e Lëvizjes Bashk. Sipas aktivistëve, rruga drejt Bashkimit Evropian kalon nga lufta kundër korrupsionit, jo nga mbrojtja e tij. Me Belinda Ballukun dhe modelin që ajo përfaqëson, Shqipëria nuk afrohet me Europën, por largohet prej saj, thanë ata, ndër të tjera. Në samitin e diasporës pati edhe zëra kritik mbi mënyrën e organizimit, por edhe qasjes që qeveria ka ndaj shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit. Eva Baçi, një shqiptare që jeton në Itali, tha se diaspora ndihet e papërfaqësuar dhe papërkrahur. Sipas saj, politikanët shqiptar janë larg realitetit. Samiti diasporës prodhoi dhe reagime të forta kritike. Eva Baçi, një juriste shqiptare që jeton për 27 vitesh në Itali dhe punon në kuesturën e Bolonjës, në panelin Diaspora dhe Demokracia përfaqësuese në hapësirën shqiptare, nga vota tek përfaqësimi institucional në prani të kryeparlamentarit Niko Peleshi dhe kreu të grupit socialist Aulen Balla, tha se aktorët kryesor të këtij samiti duhet të ishin shqiptarët e diasporës. Trama e këtij samiti është shkruar shumë bukur. Si ai regjizori që shkruan tramën shumë të bukur, dëgjojmë narrativa, po mungojnë aktorët kryesor që është diaspora. Ky është samiti diasporës. Kështu që duhet i mbarojmë këto filmat e bukur që ne vetëm dëgjojmë, po ne aktorët kryesor nuk kemi të drejtën e fjalës. Unë nuk bëj biletën të vi që andej këtu për të qenë thjesht një numër që mora pjesë. Nuk funksionon kështu. Ju jeni larg realitetit, flas për politikanët. Ju nuk jeni afër me ne.
Eva Baçi tha se shumë shqiptar të diasporës ndjehen të papërfaqësuar dhe të papërkrahur nga institucionet shqiptare. Po jemi pa përkraje dhe ku nuk të përkrah shteti yt, kur ti nuk jep kontributin në shtetin tënd. Jo që unë vi këtu, vetëm dëgjoj politikanët. Narrativa është shumë e bukur, po ju nuk e keni iden që do të thotë sakrifica, që do të thotë të mbarosh shkollën andej, ku ne kemi punuar 14 orë ditë dhe gjithë natë venim në biblioteka duke studiuar, pasi përkraje dhe pasi ndim. Hapni dyert, sepse Shqipërisë nuk i mungon truri. Keni mbyllur dyert të gjithë personave që janë të përgatitur. Në fund një mesazh ajo e pati për Tauland Ballën, kreun e grupit parlamentar socialist, një herë është drejtues politik për diasporën. Zoti Tauland Balla, je i pari që je larg, shumë larg realitetit. Votën mund ta kalosh dhe 4 vjet të tjera, po në histori duhet të kesh një emër, sepse jeni të gjithë vetëm di pasazho në këtë botë. Okej, duhet të lëm një emër, jo vetëm të vidhni edhe të siguroni njerëzit tuaj. Komuniteti shqiptar në Selanik shfaq përçarje të thellë për samitin e diasporës në Tiranë mes thirrjeve për bojkot dhe distancimeve nga këto qëndrime, edhe pse një komunitet që duhet ishin të bashkuar për të paraqitur dhe mbrojtur problemet e tyre, ngjarja e sotme nxjerr në pa ndarjet mbi përfaqësimin dhe pjesëmarrjen në këtë aktivitet. Një përçarje e dukshme ka dalë në pa brenda komunitetit shqiptar në Selanik, lidhur me qëndrimin ndaj samitit të 4 të diasporës që mbahet në Tiranë. Një grupim që pretendon të përfaqësojë shqiptarët e Selanikut është shprehur kritik ndaj organizimit të samitit, duke theksuar se diaspora nuk ka më nevojë për aktivitete ceremoniale, por për përfaqësim real dhe zgjidhje konkrete të problemeve. Në deklaratën e tyre ata ngren shqetësime për sfidat e përditshme të emigrantëve, si dokumentacioni, punësimi, integrimi social, të drejtat, pensionet dhe arsimi i fëmijëve. Sipas tyre, këto çështje nuk zgjidhen me fjalime dhe foto zyrtare, por kërkojnë politika serioze dhe angazhim të drejtë për drejtë. Po ashtu, ky grupim ngre pikpyetje mbi përfaqësimin në samit, duke akuzuar për përjashtim të zërave që sipas tyre janë realisht aktiv në komunitet. Në fund të deklaratës, ata theksojnë se diaspora duhet të jetë partnere reale, jo dekor në aktivitete formale, duke lënë të kuptohet një qëndrim kritik deri në bojkot të aktivitetit. Ndërkohë, një tjetër deklaratë e publikuar nga shoqatat e komunitetit shqiptar të Selanikut, si pjesë e komunitetit shqiptar në Greqi, distancohet qartë nga ky qëndrim. Ky grupim mohon kategorikisht pretendimet për bojkot, duke theksuar se përfaqësuesit e tyre marrin pjesë rregullisht në punimet e samitit, në përputhje me vendimet e Asamblesë së Përgjithshme të komunitetit shqiptar në Greqi. Kjo situatë nxjerr në pa mungesën e një zëri të unifikuar mes shqiptarëve në Selanik, ku dy grupime të ndryshme, jo vetëm që kanë qëndrime të kundërta për një event të rëndësishëm si samiti i diasporës, por edhe kontestojnë legjitimitetin e përfaqësimit të njëri tjetrit. Socialistët kanë rrëzuar me votë ankimimet e deputetëve demokrat Flamur Noka dhe Elda Hoti. 2 ligjvënësit opozitar ankimuan në byron e kuvendit vendimet e sekretariatit e etikës që në 7 prill përjashtuan Flamur Nokën me 20 ditë dhe Elda Hotin me 10 ditë nga komisionet dhe seancat plenare. Mësohet se kryetari i kuvendit Niko Peleshi ka abstenuar gjatë votimit, ndërkohë që pro rrëzimit kanë votuar socialistët Klosi, Asalla, Xhafaj, Kushi dhe Spahiu. Ndërkohë, demokrati Belind Këlliçi votoi në favor të rrëzimit të vendimit të sekretariatit të etikës. Më 7 prill, sekretariati i etikës vendosi përjashtimet për Nokën dhe Hotin pas kërkesës së Partisë Socialiste, të cilët argumentuan se në seancën e datës 2 prill, Noka dhe Hoti krijuan tensione dhe kaos. Ligji i ri për porte turistike i miratuar së fundmi në kuvend për rrjetin investigativ BIRN është forma më e dukshme e kapjes së shtetit, përmes të cilave vendimarrja publike diktohet nga interesat private. Pasi kuvendi miratoi me votat e socialistëve një nismë ligjore për dhënien pagar të porteve turistike, Agjencia Investigative BIRN shkruan se opozita e konsideroi nismën si një ligj me porosi për të favorizuar 2-3 biznesmen në përdorimin e pronës publike, praktik kjo që bie ndesh me procesin e integrimit evropian.
Birë shkruan se ligjet e porositura konsiderohen si një nga format më të dukshme të kapjes së shtetit, përmes së cilave vendimarrja publike diktohet nga interesat private të një numri të vogël njerëzish. Eksperti i ekonomisë Zef Preçi thotë se ligji që parashikon dhënien pagar të porteve turistike në favor të investitorëve strategjik është një tjetër shembull i kapjes së shtetit në favor të klientëve të qeverisë. Përmes këtij amendimi me një procedurë të dyshimt ligjore, buxhetit i u hoqën disa miliona euro që mund të sillte gara e parashikuar në legjislacionin vendas, tha Preçi për Birn, duke shtuar se bëhet e qartë fuqia ndikuese e parasë të grumbulluar në pagduar mbi vendimarrjen qeveritare dhe ligjbërjen shtetërore. Edhe Neritan Sejamini, analisti i politikës, thekson se këto praktika të dhënies së pronave publike me ligje favorizuese po dëmtojnë ekonominë dhe konkurrencën e lirë. Nuk ka asgjë strategjike në investimet e ashtu quajtura strategjike që mbështet qeveria, tha Sejamini. Investitorët strategjik janë klientët e zakonshëm të qeverisë, janë të gjithë shqiptar, janë të njëjtët që marrin kontrata publike në fusha të tjera, shtoi ai. Sejamini e përkufizon modelin e investimeve strategjike si një mënyrë për të privatizuar prona shtetërore dhe për t'u dhënë favore klientëve qeveritar. GKK ka shpallur fajtor ish kryetarin e Bashkisë Finiq, Leonida Hristo, duke e dënuar me 4 vite burg për veprën penale shpërdorim detyre. Për shkak të përfitimit nga gjykimi i shkurtuar, dënimi përfundimtar për Hriston ul në 2 vite heqje lirie. Sipas prokurorisë së posaçme, hetimet kanë zbuluar se gjatë periudhës 2017-2019 në Bashkinë e Finiqit janë zhvilluar procedurat e parregullta prokurimi me vlerë rreth 77 milion lekë. Organi akuzës pretendon se tendrat janë manipuluar përmes dokumentacionit të falsifikuar ndërsa fituesit ishin të paracaktuar. Për të mbështetur akuzat, prokuroria paraqiti prova të shumta përfshirë dëshmi, përgjime dhe dokumente zyrtare. Hristo ka qenë gjithashtu kandidat për kryetar bashkie në zgjedhjet vendore të vitit 2023 në siglën e koalicionit Bashk Fitojmë. Ndërkohë, për disa ish zyrtar të tjerë të bashkisë, çështja po shurtohet në Sarand pasi GKK ka shpallur mos kompetencën për gjykimin e tyre. Ndryshojmë temë të zhvillimeve, Bordi i Transparencës ka rritur sërish çmimin e naftës me 6 lekë për litër. Sipas njoftimit Bordi i Transparencës, në mbledhjen e radhës vendosi që çmimi i shitjes me pakicë të naftës të jetë jo më shumë se 215 lekë litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 203 lekë për litër, ndërsa çmimi i shitjes me pakicë i benzinës të jetë jo më shumë se 178 lekë litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 166 lekë për litër. Çmimet e caktuara nga bordi hynë në fuqi sot nga ora 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të shurtohen dhe pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm, do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Shoqata e transportit publik ka bërë të ditur se nga 15 prilli do të reduktohet numri mjeteve urbane me 40%. Sipas shoqatës së transportit, ky vendim vjen pasi nuk është marrë asnjë mas nga institucionet përgjegjëse pas rritjes së çmimit të karburanteve. Nga data 15 prill do të reduktohet numri i mjeteve urban me 40%. Lajmin e ka bërë të ditur shoqata e transportit urban dhe interurban si pasojë e mungesës së masave konkrete nga institucionet përgjegjëse për përballimin e rritjes së kostove. Në një deklaratë zyrtare, operatorët e transportit shprehen se pavarësisht diskutimeve të zhvilluara më 1 prill 2026, nuk është miratuar asnjë skem kompensimi për rritjen e çmimit të karburantit dhe as nuk është marrë ndonjë vendim për lehtësimin e barës financiare të sektorit. Sipas shoqatës së transportit, mungon një afat konkret për ndërhyrje nga institucionet, ndërsa nuk ka pasur asnjë proces për rishikimin e elementeve fiskal që ndikojnë drejt për drejt në kostot operative si akciza, taksat e qarkullimit dhe TVSH-ja. Operatorët paralajmërojnë se kjo situatë ka përkeqësuar ndjeshëm gjendjen financiare, duke i vendosur ata përballë vështirësive serioze për vijimin normal të aktivitetit. Si masë emergjente, ata kanë vendosur të reduktojnë numrin e mjeteve në shërbim, duke kërkuar njëkohësisht mirëkuptimin e qytetarëve për vonesat dhe zgjatjen e kohës së udhëtimit.
Ndërkohë shoqatat shprehen të hapura për dialog dhe bashkëpunim, por theksojnë nevojën për ndërhyrje të menjëhershme dhe efektive nga institucionet për të shmangur përkeqësimin e mëtejshëm të situatës në transportin publik. Kamionistët nga vendet e Ballkanit Perëndimor kanë nisur një protestë 72 orëshe kundër kufizimit të qëndrimit në vendet e Bashkimit Evropian, vetëm 90 ditë brenda 180 ditëve. Si pasojë është bllokuar lëvizja e mjeteve të tonazhit të rënd në kufi me Malin e Zi, përfshir pikën e Hanit të Hotit. Kufizimi i qëndrimit vetëm e 3 muaj në vendet e Bashkimit Evropian brenda afatit për 180 ditësh është bërë shkak që shoqatat e kamionistëve nga vendet e Ballkanit Perëndimor, si Mali i Zi, Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, të bllokojnë aktivitetin nga data 14 prill deri më 16 prill në shenjë proteste. Sipas kamionistëve, leja për të qëndruar vetëm 90 ditë në vendet e Bashkimit Evropian i pengon ata të punojnë përtej kufive të vendeve të tyre të origjinës. Bllokimi i aktivitetit të tyre është reflektuar edhe në pikën e kalimit kufitar të Hanit të Hotit, ku këtë të martë, që prej orës 9:30 nuk ka hyrë në territorin shqiptar asnjë kamion mallrash. Policia kufitare bën të ditur se për arsye sigurie dhe për të shmangur bllokimin e rrugëve apo incidente të mundshme, nuk do të lejohet qarkullimi i mjeteve të tonazhit të rënd edhe nga Shqipëria drejt Malit të Zi deri në përfundim të protestës 72 orëshe. Po ashtu në akset rrugore që të çojnë drejt vendkalimeve kufitare në Republikën e Malit të Zi, do të lejohen të qarkullojnë vetëm automjetet e vogla, automjetet e emergjencës, autobusët dhe mjetet e transportit të pasagjerëve. Policia kufitare kërkon mirëkuptimin e drejtuesve të mjeteve të tonazhit të rënd për respektimin e periudhës së kufizimit të lëvizjes me qëllim shmangjen e bllokimit të rrugëve apo incidenteve të mundshme. Një rrugë në zonën e Shkozës në kryeqytet ka pësuar dëme të konsiderueshme me rreth 2 javë më parë. Banorët dhe shoferët tregojnë se shkak i këtyre dëmeve është ujësiellësi dhe cilësia dobët e punimeve. E ndërtuar jo më pak se 1 vit më parë, kjo rrugë e ndodhur në Shkozë si rrugë dytësore e Unazës së Madhe ka pësuar dëme të konsiderueshme rreth 2 javë më parë, që prej momentit kur është dëmtuar nuk ka asnjë ndërhyrje për të rregulluar çfarë ka ndodhur, madje situata e krijuar ka vënë në rrezik jetët e shoferëve. Ka 1 vit që ndërtu, edhe ka kështu para 2 javësh që është bërë ky defekt. Dëm shumë i madh. Rruga duhet të prishet komplet edhe një herë. Sa rrezikshme është kjo rrugë në këtë situatë për banorët apo dhe për njerëzit që nuk e njohin si rrugë? Shumë e keq, sidomos ato shoferë që nuk e njohin e kanë më keq. Sa e jemi përplas këtu, jemi përplas aty. Po na mbyllën mrena, ja ku e kam makinën unë, po na mbyll mrena atë, ja ku po bëhet gropa prapë, po bëhet. Kjo rrugë që në ndërtimin e kësaj ka pas problemet e veta. Probleme sepse kanalizimet, ujësiellësi, kanalizimet e zeza, kanalizimet e bardha, këto janë bashku gjitha me një rrugë e ne janë bë problem. Përveç asaj ka qenë edhe ujësiellësi, domthon që ka pas problemet e veta. Edhe është bërë një defekt i vogël atje, nga i defekt është shkaktuar që edhe prishje komplet kësaj rruge. Përveç dëmeve që kjo rrugë ka pësuar si pasojë e keq punimeve të ujësiellësit, banorët ankohen edhe për cilësi të dobët të punimeve. Cilësia e punimeve jemi në Shqipëri, edhe punimet cilësia dihet. Edhe firma nuk i ka bë me standardet e duhura, por edhe autoriteti shtetëror, domthon ARSH-ja nuk ka bë ato punët e veta që duhen. Shqetësimi tjetër që ngren shoferët e automjeteve është se si mundet asnjë institucion përgjegjës për rrugët nuk vendos shenja paralajmëruese për atë çfarë ka ndodhur në rrugë, në mënyrë që vetë shoferët, e sidomos ata që nuk e njohin rrugën, të kenë kujdes kur e kalojnë këtë segment rrugor. Ti vjen, nuk shef asgjë, domethënë nuk ka asnjë paralajmërim nga asnjë gjë, domethënë as nga autoritetet, as nga firmat, as nga asgjë, domethënë. Shteti në këtë moment nuk është kërkuar, është inekzistent. Prej kohësh nëpër Shqipëri, shumë rrugë të cilat janë ndërtuar rishtas janë denoncuar si të dëmtuara për shkaqe të punimeve të dobta dhe abuzimeve të mëdha.
Ndalemi në të tjera informacione, 10 persona janë arrestuar nga operacioni zhvilluar në Tiranë, ku goditën 3 call centera që mashtronin qytetarë nga Europa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja. 5 prej tyre ishin me mas siguria arrest në burg, ndërsa 5 të tjerë u kapën në flagrancë duke kryer mashtrim kompjuterik. Gjatë operacionit hetimet që nisën 2 vite më parë u sekuestruan rreth 900.000 euro, si dhe qindra pajisje kompjuterike dhe celular. Pas 2 vitesh hetime të kryera nga policia në bashkëpunim me prokurorinë, u goditën në Tiranë 3 call centera që mashtronin qytetar nga Europa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja. Për 7 personat e implikuar në veprimtarinë e palishme të mashtrimit me call center, u firmosën masa sigurie arrest në burg. Më kryesori ndërta deri më tani Eduard Dalla, që përfundoi në pranga, ndërsa për 2 të tjerë u caktuan masat e ndalimit për të dalë jashtë vendit dhe detyrim paraqitje. Në total gjatë operacionit u arrestuan 10 persona, 5 prej të cilëve me mas sigurie arrest në burg të caktuar më herët, ndërsa 5 të tjerë u kapën në flagrancë. Ndërkohë 4 persona vijojnë të jenë në kërkim. Aksioni u ndërmor mes ditën e SHN-s në një nga kullat kryesore në Tiranë, ku u zbulua një call center i vendosur në 2 ambiente. Qendra tjetër u zbulua në një pallat pranë kopshtit zoologjik. Gjatë ndërhyrjes në këto ambiente u gjetën të punësuar si operator, duke kryer mashtrim kompjuterik. Gjatë kontrollave u sekuestruan afro 900.000 euro, 443 kompjuter, 238 celular, 6 laptop dhe pajisje të tjera, ndërsa u shtrua kontroll në 9 banesa të personave të dyshuar të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Hetimet nisën pas sinjalizimit nga autoritetet austriake për shkak të denoncimeve që ata kishin marrë nga shtetasit e tyre të cilët ishin mashtruar. Hetimet e kryera zbuluan se call centerat kishin shtrirje shumë të gjerë të aktivitetit dhe mashtronin shtetas edhe nga vendet të tjera të BE-s, Kanada e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjykata e Apelit dënoi me burgim të përjetshëm Yusuf Hasën që në janar të vitit kaluar vrau me çekiç në kokë fshinjin e tij, të cilët më pas i vodhi parat që kishte me vete. Gjykata e Apelit ka dënuar me burgim të përjetshëm Yusuf Hasën e akuzuar për vrasjen e fëmijët të tij Xhemal Meta. Ngjarja ndodhur në janar të vitit të kaluar në fshatin Shëngjin i Vogël në Shafmoll, në periferi të kryeqytetit. Sipas vendimit të gjykatës, Hasa është shpallur fajtor për krimin e rënd, pasi ka vrarë Metën duke e goditur me çekiç. Nga hetimet rezultoi se krimi ka ndodhur gjatë një akti vjedhjeje, i cili përfundoi me pasoja fatale për viktimën. Gjykata e Apelit vendosi të japë dënimin maksimal duke e konsideruar ngjarjen si një krim të rënd, me pasoja të rënda për jetën e njeriut. Nga veprimet hetimore rezultoi se autori Yusuf Hasa, pasi e ka goditur viktimën, i ka marrë edhe një sasi vlere monetare, që ai mbante në xhep dhe më pas është larguar. Pasi kreu krimin, Hasa ishte larguar nga fshati ku banonte drejt Vorës, tek vajza e tij ku dhe u arrestua, ndërsa me vete u gjet edhe një shumë parash prej 200.000 lekësh të rinj. Në një intervistë për Corriere della Sera që zgjat pak më shumë se 6 minuta, Donald Trump kritikoi jashtër kryeministren italiane, të cilën një muaj më parë ai vetë kishte përkufizuar si mike dhe një lidere që është e madhe dhe që përpiqet gjithmonë të ndihmojë. Kryeministrja italiane Giorgia Meloni nuk dëshiron të na ndihmojë në luftë dhe për këtë jam i tronditur, thot Trump. Në një intervistë ekskluzive 6 minutëshe me Corriere della Sera, presidenti i SBA Donald Trump kritikon ashpër kryeministren italiane Giorgia Meloni dhe Papa Leone. Ajo nuk është më e njëjta dhe Italia nuk do të jetë më kurrë i njëjti vend. Emigracioni po e vret Italinë dhe të gjithë Europën, është shprehur ai. Trump përsëriti gjithashtu se Europa po shkatëron veten nga brenda me politikat e saj të emigracionit dhe energjisë. Ata paguajnë kostot më të larta të energjisë në botë dhe as nuk janë të përgatitur të luftojnë për ngushtisën e Ormuzit nga ku e marrin atë. Ata varen nga Donald Trump për të mbajtur atë të hapur, është shprehur ai. A u pëlqen njerëzve fakti që kryeministrja juaj nuk po bën asgjë për të siguruar naftë, pyet Trump. Mendova se ishte guximshme, por gabohesha, tha ai. Ajo është ajo që është e papranueshme, sepse nuk i intereson nëse Irani ka një armë bërthamore dhe do ta hidhte në erë Italinë brenda 2 minutash nëse do të kishte mundësi, tha Magnati në lidhje me komentet e Giorgia Melonit pas sulmit të presidentit amerikan ndaj Papës, sulm që Meloni i konsideroi të papranueshëm.
Kur u pyet nëse i kishte kërkuar Italisë të përdorte minahedhës, presidenti amerikan tha: "U kërkova të dërgonin çfarë të donin, por ata nuk duan sepse NATO është një tigër letre." Lidhur me Papa Leone dhe thirrjen e tij për paqe, Trump pretendon se Papa nuk e kupton që Irani përbën një kërcënim bërthamor. Ai nuk e kupton dhe nuk duhet të flasë për luftë, sepse nuk e ka iden çfarë po ndodh. Ai nuk e kupton që 42.000 protestues u vranë në Iran muajin e kaluar, u shpreh Trump. Për humbjen e Viktor Orbanit në zgjedhje, ai shtoi se ai ishte një mik i imi, nuk ishte zgjidhja ime, por ai ishte miku im, një njeri i mirë, ai bëri një punë të mirë për imigracionin. Ai nuk i la njerëzit të vinin dhe ta shkatërronin vendin e tij, siç bëri Italia. Kryeministri zgjedhur i Hungarisë, Peter Madjar, u zotua të ndjek penalisht ata që plaçkitën, tradhuan, vunë në borxh dhe shkatruan vendin. Ai premtoi të krijojë një zyrë kombëtare që do të sigurojë që kriminalët politik dhe ekonomik që kanë vjedhur vendin do të mbahen përgjegjës. Peter Madjar, i cili fitoi zgjedhjet parlamentare të së dielës në Hungari dhe që pritet të jetë kryeministri i ardhshëm i këtij vendi, u zotua të ndjek penalisht ata që plaçkitën, tradhuan, vunë në borxh dhe shkatërruan vendin, duke premtuar një epokë të re pas një fitoreje dormuese zgjedhore ndaj paraardhësit të tij të ekstremit të djathtë Viktor Orban. Madjar, partia Tiza, të cilit fitoi të paktën 138 nga 199 vendet në parlament, tha se qeveria e tij do të zbatojë me shpejtësi masa kundër korrupsionit, do të rivendos pavarësinë e gjyqësorit dhe do të sigurojë lirinë e medias me shpresën e një zhbllokimi të shpejtë të fondeve të BE-s. Vendi ynë nuk ka kohë për të humbur. Ne do të bëjmë gjithçka që kemi në dorë për të siguruar që kjo të shënojë vërtet fillimin e një epoke të re. Populli hungarez nuk votoi për një ndryshim të thjeshtë të qeverisë, por për një ndryshim të plotë të regjimit. Madjar premtoi të krijojë një zyrë kombëtare për rikuperimin e aseteve që do të sigurojë që kriminalët politik dhe ekonomik që kanë vjedhur vendin do të mbahen përgjegjës, krahas reformave të tjera që synojnë zhbllokimin e 17 miliard eurove në fondet e BE-s. Ai tha se Hungaria do t'i bashkohet zyrës së prokurorit publik evropian, duke u dhënë hetuesve të BE-s kompetenca për të hetuar rastet e mashtrimit dhe për të shqyrtuar se si u përdoren paratë e bllokut në sundimin e Orban. Qeveria e re do të bëjë në thelb gjithçka për të rivendosur sundimin e ligjit, demokracinë pluraliste dhe sistemin e kontrolleve dhe balancave, tha Madjar, por këmbguli se nuk do të përdor masa antidemokratike për të rivendosur sundimin e ligjit. Megjithatë, ai theksoi se do të ndryshonte kushtetutën dhe do të shkruante në të së në të ardhmen kushdo mund të shërbejë si kryeministër vetëm për 2 mandate, që janë 8 vjet, tha ai. Nëse zbatohet në mënyrë retroaktive, kjo do ta pengonte Orban të kandidonte përsëri. Madjar tha gjithashtu se një nga hapat e parë të qeverisë së re do të ishte ndalimi i propagandës së financuar nga shteti, duke pezulluar transmetimet e lajmeve nga televizioni dhe radio publike e kapur nga shteti, derisa një bord i ri i mbikëqyrës të mund të siguronte mbulim të paanshëm, duke i përshkruar ata si kukulla të regjimit të mëparshëm. Madjar u bëri thirrje krerëve të 2 gjykatave më të larta të vendit, zyrës së auditimit dhe autoriteteve të konkurrencës dhe medias, si dhe kryeprokurorit dhe presidentit të Hungarisë që të jepnin ndërheqjen. Kryeministri i ardhshëm hungarez Peter Madjar paralajmëroi deportimin e ish-kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski. Madjar u pyet për 2 ish-ministra polak të kërkuar për korrupsion nga qeveria e re e Polonisë, ndërsa gjetën strahim dhe morën azil në Hungari, por përmendje edhe Gruevskin duke thënë se Hungaria nuk do të bëhet stre për kriminal të kërkuar ndërkombëtar. Kryeministri i ardhshëm i Hungarisë Peter Madjar paralajmëroi deportimin e ish-kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Nikola Gruevski. Në një konferencë për shtyp, Madjar, i pyetur nga gazetarët për 2 ish-ministra polak të kërkuar për korrupsion nga qeveria e re e Polonisë, ndërsa gjetën strehim dhe morën azil në Hungari, tha se ata, përfshirë edhe Gruevskin, nuk do të qëndrojnë gjatë në Hungari. Hungaria nuk do të bëhet stre për kriminal të kërkuar ndërkombëtar. Kjo vlen jo vetëm për ish-ministrat polak, por edhe për Nikola Gruevskin. Në fund të fundit, ai është ish-kryeministër i Maqedonisë së Veriut dhe kriminali kërkuar, tha Madjar. Ish-kryeministri Gruevski është në aratiqe nga viti 2018, kur pas vendimit të plot fuqishëm për rastin Tank,
U dënua me 2 vjet burg. Gruevski mori azil në Hungari në bazë të pohimeve se është politikisht i përndjekur nga kryeministri i atëhershëm Zoran Zaev. Në vitin 2019, Hungaria zyrtarisht e refuzoi kërkesën e Maqedonisë së Veriut për ekstradim. Një sulm me armë zjarri ndodhi në një shkollë të mesme në Siverek në pjesën lindore të Turqisë, pranë Diyarbakarit, 16 persona mes të cilëve disa nxënës u plagosën në sulm. Guvernatori i zonës Hasan Sildak njoftoi se autori i sulmit armatosur kishte kryer më pas vetvrasje. Ministria e Brendshme e Turqisë deklaroi se ka nisur një hetim për sulmin, teksa incidenti ndodhi në mëngjes në një shkollë të mesme, profesionale dhe teknike. Një person i pa identifikuar hyri në shkollë me një pushk gjau dhe hapi zjarr. Guvernatori Sansulfaz Hasan Sildak deklaroi se kemi 16 plagosur. Sulmuesi është një ish nxënës i shkollës Soni, lindur në vitin 2007. Ai kreu vetvrasje. Ne evakuuam shkollën. Incidenti po hetohet nga të gjitha këndvështrimet, ndërkohë mësuese disa nga nxënësit e plagosur u hodhën nga dritarët për të shpëtuar sulmit armatosur. Nxënësit e plagosur dërguan në spitale pasi morën ndihmën e parë në vend ngjarje. Piano, buzuk dhe poezi, vepra e kompozitorit grek Mikis Theodorakis vjen në një mbrëmje të veçantë artistike në skenën e teatrit, operas dhe baletit. 19 këngët më të njohura të kompozitorit të njohur grek Mikis Theodorakis vinë në një koncert premier në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit këtë të mërkur. Në titullin Zorba dhe Grik, koncerti është një udhëtim mes tingujve dhe pianos, buzukut dhe vargjeve të këngëve të tij. Pianisti Ertrida Ibrahimi thot se kombinimi është atipik. Ka meritën e madhe që ka bashkuar muzikën elitare, poezinë elitare me folklorin. Pra ka gërshetuar traditën me klasiken, traditën me modernen, dhe kjo është merita e tij e madhe. Ai ka bashkëpunuar me poetët më të mirë nobelist të Greqisë. Me mbi 1000 vepra të krijuara, Theodorakis u bë i njohur për muzikën e filmit Zorba dhe Grik, por krijimtaria e tij, thot baritoni solist Artur Vera, bashkon shpirtin e Ballkanit, frymëzuar edhe nga muzika bizantine. Është një muzikë fantastike, këngët janë të mrekullueshme, të 19-ta. Gjithë Ballkani në një farë mënyrë ndërtohet mbi pentatonin, që do thot kanë notat përbashkëta gjithmonë, domethënë ka shkëmbime kulturash, ka ndikime nga muzika kishtare, pra kanë ndikime edhe nga muzika bizantine. I konceptuar si një udhëtim përmes cikleve më të njohura të krijimtarisë së Theodorakis, koncerti sjell pjesë nga ciklet Aksioneksti, Epitafios, Epifania, Talirika e tjerë. Mbrëmja sjell në skenë shpirtin e gjallë të Greqisë përmes një universi sa artistik dhe intim, aq edhe madhështor. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, teksa për të tjera zhvillime ju ftoj të ndiqni faqen e balkanue.com për informacione nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë në Ruta Kofshen.